Ndërë shikues, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e përditshëm në muajt begat Ramazanit, emisionin muaj i shërimit. Do të flasim sot për hipokrizinë si një prej sëmundjeve më të rënda, një prej trajtimeve më të thella kuranore, pikërisht për këtë sëmundje e cila shkatërron individin, shkatërron besimin, shkatërron dhe gjithë shoqërinë. Për këtë temë kemi kënaqësinë që të na flas hoxha nderuar i cili vjen nga Shkupi, Hoxh Muharrem Ismaili. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjeta. Hoxh, nëse flasim për trajtimin e fesë, trajtimin kuranor, shpesh Kurani flet për kategori të ndryshme të individëve. Cilat janë tre kategoritë më të mëdha kuranore në raport me njerëzit? Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fillimisht falëndrimi takon Allahut që Allahu na ka bërë musliman. E Zotin e lutim që të na e ruan këtë islam dhe këtë fe nga çdo devim dhe njollosje ansore që mund të vijë njeriu në jetën e tij, në zemrën e tij, në mendjen e tij, në shpirtin e tij, si dua ashtu e më andej. Kur të e lexojmë Kur'anin dhe kur të ndalemi dhe të e meditojmë këtë libër të shenjtë të madh, aty hasim dhe vërejmë se Allahu Azza wa Jall njerëzit në përgjithësi në raport me besimin i trajton në tre kategori të ndryshme. Secila i ka simptomat e veta, i ka edhe rrethonat e veta dhe shpjegimet e veta. Të parët janë besimtarët, që kanë besuar Allahun Azza wa Jall, janë nështruar kësaj feje, këtij dini dhe kanë besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber të fundit. Pastaj Allah i përmend jo besimtarët, të cilët janë ose që fare se besojnë Allahun Azza wa Jall, ose e besojnë gabimisht. Dhe kategoria e tretë janë hipokritët, janë munafikët, në që tek muslimanët njihen si munafik. Dyftyrshit që shprehin diçka, shfaqen diçka, a fshehin diçka krejtësisht ndryshe nga ajo në zemrat e tyre. Dhe Islami të tre këto kategori i trajton dhe në përgjithësi gjitha rrjedhojët dhe zhvillimet e besimit dhe besimeve në Kur'an kryesisht koncentrohen në këto tre kategori, varësisht nga tregimi, ndodhia apo pra çdo njeri do të jetë do marr pjesë në një nga këto tre kategoritë. Edhe pse u thatë që mes tyre pastaj ka edhe në ndarje, po këto janë tre kategoritë e mëdha. Boshti, ato tre boshtet kryesore të besimeve në Islam. Ose beson, ose nuk beson, ose je hipokrit. Bën sikur beson, shfaqet. Bën sikur beson, shfaq diçka, a fshet diçka tjetër. Kjo është munafiku. Ndërkohë Kurani edhe munafikët i trajton që në fillimet e veta. Pra, që në shpalljet e para dhe që në ajetet e para, sa po lexon Kuranin, i gjen hipokritët si një kategori e caktuar. Përse trajtohen me këtë lloj emergjencë, do themi kështu, me këtë lloj prioriteti, po themi simptomat dhe cilësitë e tyre. Secili që ta hap Kuranin me lexu, çdo njeri që është besimtar e hap Kuranin dhe çdo herë që do ta hap Kuranin, që nga fillimi Allahu Azza wa Jall e paralajmëron besimtarin që të ruhet dhe mbrohet nga kjo sëmundje dhe nga kjo kategori e njerëzve. Të ruan vetveten nga ato simptoma dhe nga ana tjetër të ruhet nga njerëzit që i kanë këto simptoma. Kjo është mas preventive. Kurani e ka mas preventive në vija të trasha generalisht thonë që secilin që e hap Kuranin e paralajmëron. Thot kujdes, s'është një kategori më e rrezikshme se sa ata që nuk kanë besuar dhe shfaqin mosbesimin e tyre. Është një kategori që Allahu subhanahu thot Kurani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dhe ka
një kategori të njerëzve, disa njerëz Allah, si quan me emra kështu, të cilët thonë që kanë besuar në Allahun Azza wa Jall, wa ma hum bimu'minin, realisht ata nuk janë besimtar, ata nuk kanë besuar realisht. Deklarativisht deklarohen se kanë besu. Dhe Allahu ta bën me dje që nga fillimi kujdes është një kategori e njerëzve që janë tillë. Ruju, mbrohu, edhe ti mos e bën kështu, se kjo kategori është shumë e keqe dhe shumë e neverishme, madje edhe kategoria më e sëmur, me një smundje jashtëzakonisht të rëndë, kronike, që është do të thotë munafikllëku apo hipokrizia që e godet një njeri. Dhe kjo është mëshira Allahu te bareke ve teala ndaj imanlive, ndaj besimtarëve që hapin Kur'anin. Madje ndaj jo besimtarëve që lexojnë Kur'anin, Allah edhe ato i vetëdijson se kjo qasje ndaj besimeve që me ushtirë që jetë diçka, me fshet diçka në zemrën tonë, është një gjë e damshme për shëndetin, mendjen, madje edhe për logjikën e shëndoshtë të njeriut. Përse është konsideruar ndoshta sëmundja më e rrezikshme e zemrës? Përse është, si më thënë, kulminacioni i deviacionit, i devijimit të zemrës dhe të shpirtit të individit? E para, Allahu Azza wa Jall njeriu e ka kriju me natyrë të pastër, që njeriu atë që e ka në zemër edhe të shpreh, edhe të thotë, edhe të manifeston në përditshmërinë e tij. Dhe kur zemra do të sëmurët me dy sëmundje të rënda kronike, që janë, besoni janë këto sëmundje në zemër më të rënda se ato sëmundjet kardiake të rëndomta që na i dim. Se ato fundja shkon tek kardiologu, t'jep medikamente të përshtatshme e të mira, dhe me lejen e Allahut Azza wa Jall me ato ilaçe edhe shërohesh. Por kur zemrën ta godet kjo sëmundje, sëmundja e hipokrizisë, janë dy elemente kryesore që janë simptomatike tek ata që e kanë sëmundjen zemrën e sëmur me këtë sëmundje. Gënjeshtra dhe syefatësia. Gënjeshtra dhe syefatësia. Gënjeshtra njeriu t'ia prish ja sëmun zemrën. Syefatësia njeriu t'ia prish edhe natyrshmërinë e tij. E bën diçka ndryshe nga ajo që është ai. Kur këto dy viruse që janë vdekje prurse për zemrën, e godasin njeriu dhe zemrën e tij, ati ja prishin karakterin, ja prishin moralin, ja prishin fen, ja prishin nderin. Madje ata janë edhe kategori që reflektojnë energji negative edhe tek të tjerët, madje edhe që edhe infektojnë, bartin sëmundje ngjitse, të rrezikshme, të hatashme, edhe për shoqërinë dhe rrethin kur ata gravitojnë. Andaj, rreziku i kësaj sëmundje është i kategorizuar do të thotë si me një rrezik shumë të lartë e të dëmshëm për zemrën e njeriut, për mirëqenien e tij. Vetëm llogariteni çfarë konfuzioni të mbrëmshëm përjeton munafiku. Që diçka ka në zemër, diçka tjetër ka në mendje që planifikon, krejtësisht diçka tjetër shfaq. Se dhe ajo që është në mendje modifikohet gjatë shfaqjes dhe zbatimit dhe praktikimit të së njëjtës. Pastaj, ajo sëmundje e syefatësisë gjatë gjithë jetës së tij, ai duhet të shtiret me diçka që nuk është origjinë e tij. Pra, hipokriti edhe pse ndoshta është kategoria më e ndëshkuar ndoshta në botën tjetër, duke se veç që në këtë botë që është i ndëshkuar. Është ndoshta më i ndëshkuar sepse ka këto tre dimensionet kundërthënëse brenda vetes që është i lloj ndëshkimi, është i lloj vuajtje. Nevojtja edhe të madhe. Andaj Allahu Azza wa Jall thot pak më poshtë në surën Bakara, thot për hipokritët wa idha laqul ladhina amanu. Qalu amanna. Kur takohet me besimtarët, ju thon besimtarëve kemi besuar. Wa idha khalu ila shayatin qalu inna ma'akum. Shifani, e kur kthehen tek djajtë e tyre, shejtanët e tyre, tek kategoria e njëjtë që besojnë sikur ata, pra është vepër djallëzore, ju thon atyve na jemi me juve. Inna ma nahnu mustahizun, na tallemi me besimtarët. Ata mendojnë se tallen me besimtarët. Shifani dënimin e Allahut, Allahu yastahzi'u bihim. Përgjigja Allahu te bareke ve teala vjen, thotë Allahu tallet me ata. Allahu realisht është
që tallët me ata se Allahu i ka demaskuar që mote kurthet e tyre, madje edhe shtiljet e rrenjshme të tyre. Por ata gjithkohës mendojnë se janë duke u tallë me dikë, janë duke manipulu dikën, a realisht tallen me vetvete. Për fakt ata janë të manipuluarit, edhe pse duket se manipuluarit të tjerë. Ku ka manipulim të madh, se sa ti vetveten të e gënjesh. Dhe të flasësh kundra vetvetes tënde. Ti je besimtar, thosh jam besimtar. Dhe të shikosh njeriu në sy dhe të e gënjesh. Mund ta paramendoni çfarë vuajtje dhe çfarë vështirësie dhe thot ata e kalojnë jetën e tyre. Janë diçka brenda, janë krejtësisht diçka tjetër jashtë. Dhe sa të kujdesshëm duhet të jenë ata që të mbaron ai misioni i tyre që kur asnjëherë nuk mbaron. Se gjithmonë është ky merak se mos po e kuptojnë që po hilen i farë. Gjithjetë një aktor që hyn në një emision, në një film, kushtimisht ai duhet të aktron njëri i keq kushtimisht lodhet duke aktruar njëri i keq. Se ndoshta natyrën se ka ashtu. Duhet t'ja ndihmojnë ndoshta një ekip shumë i madh njerëzve që aktrimin ta bën në formë të mirë. Llogaritën e ky që gjithë jetën çdo ditë prej mëngjesit duhet të aktron njëri i mirë, a është i keq realisht. Sa vështirë ka, as ka staf ekip që ashtu mund të rinë gati dhe gaditun atij që t'ja ndihmojnë procesin. Hipokriti ka të kundërtën, është i keq, po i duhet shfaqet tani si pozitiv, edhe kjo është vuajtje. Edhe kjo është vuajtje dhe lodhje për shpirtin e tyre. Ai e ka jetën shumë të vështirë, shumë të rëndë. Ai e ndëshkon veten çdo ditë që zgjohet në mëngjes. Se duhet të aktron diçka që është në kundërshtim me origjinën e tij, me natyrshmërinë e tij, me bindjen e tij. Ai edhe vetveten e gënjen, ai edhe vetveten e mashtron, vetveten edhe e përbuzën në përkamp, personalitetin e tij, karakterin e tij. Vujtje jashtëzakonisht e madhe dhe të madh përjetojnë hipokritët, na dhimbsen, me të vërtetë na dhimbsen. Allah ju udhëzoft, u amësoft që të pendohen. Ndërkohë, duket sikur hipokritët janë një kategori që Kurani trajton në kohën e profetit Muhammed alayhis salam, pasi ishte edhe kategoria më keqbërse në një mënyrë, pasi për tyre buroni dhe kurthet më të mëdha. Po, a është hipokrizia një kategori e cila është dhe në ditët e sotme dhe do të jetë prezente në çdo kohë, në një mënyrë? A mund të themi se ndoshta sot më shumë se kur hipokrizia është prezente? Wallahu alem, hipokrizia çdo ditë që kalon është në rritje e sipër. Hipokrizia është në rritje e sipër, edhe pse simptomat, ajo maja e hipokrizisë është e vjetër, është e kahëmotshme, por generalisht hipokrizia është në rritje e sipër dhe prishje e njerëzve dhe prishje e natyrshmërisë së tyre është dita e ditës më e madhe e më e madhe. Në veçanti tani me eksponimin e njerëzve, do të thotë me këtë formë masive që masovikisht njerëzit eksponon ndaj të tjerëve dhe të tjerët i eksponon atyre dhe me shumë lehtësi ka shanse secili që të eksponohet në mediume, në rrjetet sociale, në çfarëdo formë, madje edhe ai më i braktisuni ka mundësi ta merr një celular të shtremtë, të kesh do të vetveten të e promovon dhe atë hipokrizi të vetet të e shfaq më shumë e më shumë. Atë sa më shumë do të na jepet mundësia për shfrytëzimin e teknologjisë për të mirë, njëkohësisht edhe për të keq, e njëjta do të shfrytëzohet. Sikur se është duke u shfrytëzuar sipas qasjes time. Se marrët hipokrizia ka qenë lokalizume, ka qenë në një fshat, në një qytet, tek një person, dhe hipokritët s'kan pas mundësi që të kenë një sinkronizim mes vete, edhe një updateim kaq të shpejt, sikurse tani hipokritët janë të sinkronizuar mes vete, edhe updateimin e bëjnë me një formë perfekte dhe shumë eksplicite kështu të shpejt, dhe me një dinamik do të çuditshme, infektimet që i kanë të përbashkëta dhe i përcjellin. Vetëm që të jenë në trend së bashku në rrugën e xhenemit, që të mos ndahen, a kupton. Pastaj është sëmundja tjetër, sëmundja e vetmisë që ata mundohen të atë sëmundjen e tyre
të justifikojnë me faktin që sikur të kishte qenë e keqe kjo, nuk do të isha vetëm unë kështu, ja, gjithë ata njerëz janë do të thotë që mendojnë dhe funksionojnë dhe flasin. Dhe kjo është ajo smundja ngjitse, e cila rehabiliton të sëmurin dhe ja humbe dhe nëndijen që është i sëmur. Ndonjëherë duke e ndi vetën komod në atë kallaballëk të munafikëve që dita e ditës shtohen dhe rriten dhe eksponohen më shumë e më shumë nëpër mediat sociale apo mediat në përgjithësi apo nëpër shoqëritë tona. Pra më tepër po themi komunikimi publik dominohet nga raporte hipokrite sesa e kundërta dhe kjo tashmë normalizohet dhe bëhet standard. Pra nëse do të kesh komunikim publik, qendrim publik, do të jesh figurë publike, politikan, figurë mediatike, duhet detyrimisht të po themi të praktikosh sjellje së paku që hipokrizinë e normalizojnë. Fatkeqësisht, do të thotë, kjo është mëse e ditur na hipokrizinë më shumë të shohin njerëzit nëpër kampanjat parazgjedhore, do thotë, se çfarë shtiren njerëzit e çfarë pastaj veprojnë dhe kërkon përshtatet ajo që është fol me atë që veprohet dhe praktikohet. Zoti i vetë disoft. Gjithë na flasim për vëllezër ton, për miq, shok ton që kemi qef të i shohim më mirë e më mirë. Andaj kur e kam pyet Imam Ahmedin, thuhet se çfarë do të ishte lutja yte nëse kishe ditë që Allahu ta pranon një lutje. Shemo dikush thot ti, çfarë çket lutje ke të pranuar, thuje një. Ama çfarë e pranuar është? Cëllën i kështë e thonë ti? Thot Imam Ahmedi, do të kësha lutë, Imam Ahmedi, rahimahullah, do të kësha lutë Allahu që udhëhecin të udhëzon. Ta ruan nga hipokrizia dhe cilësitë e hipokritit. E Zotin e lusim që Allah udhëhecit tonë të udhëzon, e t'i ruan nga çdo e keqe dhe çdo devije. Amin, sepse tek ta është forca më e madhe dhe për tyre bëhet dëmi i madh, po dhe tek ta edhe dobia dhe hajri më i madh. Shumë i madh është për tyre. Ndërkohë, a ka individ të hoxh të cilët preken nga cilësitë e hipokrizisë, po ndërkohë mbeten besimtar. Pra, në thelb ata janë besimtar, nuk janë kjo kategoria që janë, po themi, në fundin e zjarrit të xhenemit, janë besimtar, janë musliman, po kanë cilësitë të hipokritëve. Mund të jenë brenda të një individ këto dy. Unë do të ndërhyj pak një vërejtje të vogël, do ta them, që ndoshta ndonjëherë neve muslimanëve pikërisht pse e flasim dhe e themi këtë kështu që ka hipokrizi praktike, ka hipokrizi ideologjike dhe ka hipokrizi praktike, munafiklëk praktik. Nuk është ai munafik në zemër, në besim, po është munafik në veprim, për qëndrimet. Edhe kjo disin edhe e rehabiliton ndoshta atë që i ka këto tipare, këto cilësi edhe e ndin vetën rahat. Jo, shifë, në Islam ka musliman, ka jo musliman dhe ka hipokrit. Ky veç me dal ka kjo ona e këtimi është sheri madh, është mare madhe, turpi madh. Që s'du të me aliju besimtari, me ndodha ja. Veç me thonë se ti e ke emrin barabar me këto, ama veç emër e kisi për një me, kjo është mjafton për ndëshkim, mjafton për dënim, mjafton edhe për vetëdisim të këtyre njerëzve që cilësohet me këto tipare. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një porosi ti thot, tiparët e munafikut, shenjat e munafikut, simptomet e munafikut janë 3. Kur flet gënjen. Flet gënjen. Pa nevoj, hiq. Pa nevoj. Prishtina ka qëmi banor, si ka aq. Gënjen, veç për qef, am kuptan. Isha dje më ferizaj, s'ka qenë hiq ferizaj. Pa nevoj, aja as kujta as gjo si lundra. E kur gënjen pa nevoj, tani me nevoj, kuptohet e kuptohet që... Me nevoj, s'do të naruj me nevoj. Kur gënjen me nevoj dhe bën dam, ajo është dhe të naruj. Kur premton nuk e zbaton, nuk e realizon. Pa pas nevoj, askush si thot premtoje, a i del edhe premton, thot, një telefon e ki prej meje, edhe s'ja blejnë telefonin. Apo bëhet një aksion bamirës, a i del i premton, unë do t'jap 10 euro, si e pas njerë 10 euro. Këta në tiparet munafikut. Këta në tiparet të rrezikshme. Ju premton familje se do të bëj kështu, e bën kryesisht diçka tjetër. Ju premton se do të ndryshon, ai nuk ndryshon. U edhe tu me në khan. E kur i jipet në bejs diçka, ai trahton.
Ai që se ne mban një llaf, mos mendon se do të mbaj një qyp me arje emanet, mos ja jep hiç. Unë shpesh i tham xhamatit. Njeri unë para se me provu me diçka të rënde të madhe, provoj me matletën, me llaf, me fjalë. Si po tregoj diçka, ama mos i tregoj askujt. Kështu. Tregoj një tregim, çfarë do qoftë edhe banal qoftë ai. Shife nëse se ka marrë vesh këtë pazare deri nesër, se ka marrë vesh këtë mahalla, domethënë mira puna. Mundesh aty nesër me ja besu edhe veturën, edhe biciklën, edhe saatën, edhe telefonin kështu me radhë. Se ai cili dështon në llaf, në fjalë, ai ka me dështu hala ma let në diçka që është në interes. Andaj kjo është munafiklëk, ai i cili ka këto tipare është munafik në vepra. Dhe është një mëkat të imase nga gjënat e mdhaj llogaritet kjo. Se kategorizohesh së bashku me njerëzit më të ligë, më të poshtër në historinë e njerëzimit. Të mjafton për nënçmim vetë fakti që një besimtar që i ka thonë vetës që është besimtar dhe ka bindje që ai e beson Allahun dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ja që e ka këtë moral të keq. Pra do të kemi merak edhe ne që besojmë, sepse shpesh hipokrizinë e shohim si kategori jashtë nesh, edhe sa herë lexojmë në Kur'an që flitet për hipokritë. E përjashtojmë disi vete. Mendojmë që s'ka lidhje drejt për ne, drejt për drejt me ne është i cilësi e të tjerëve dhe nuk e lexojmë si një këshill ndaj vetes. Ju po thoni që vazhdimisht këto cilësi duhet i shohim tek vetja se mund të bijem në së paku në këtë cilësi edhe nëse nuk bijem te kategoria plot. Andaj unë edhe gjithnjë i hiki fjalës që më thonë se këto janë musliman ama janë munafik. Jo, këto janë munafik, i tha. Këto janë tipare të munafikut, cilësit e munafikut. Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Cilësit e shumë munafikve tjerë dhe kategorisë të tyre, këto tipare i kam pas ata. E të ishtash dush me zgjith. A kime qenën në tipare me Ebu Bekrin, Omerin, Filorin, Alonin nga burat më të mirë, a kime qenën me tipare dhe me sjellet të njerëzve më të këqin në historinë e njerëzimit. Nuk i përket një besimtarit që të gënjen, e as që të jep premtime e të mos i realizon, e as që të mos e mban bejsa. Që të mos e ruan emanetin. Çfarë do qofta emanet, fjala emanet është një koncept i gjatë, po në përgjithësi është një fjalë që është besu ati, një punë që është besu, një gjësen çfarë do qofta që është besu ati, ai duhet të ruan dhe të mbron atë me dinjitet. Çfarë pasojësh mund të sjell hipokritin mesin e besimtarëve, sepse shpesh ata jetojnë brenda jetës së besimtarëve, brenda komunitetit të tyre, shfaqen si besimtarë dhe janë kategoria më e keqe. Çfarë pasojësh mund të ketë prezenca e tyre në mesin e besimtarëve? Besimtarët, munafikët duhet t'i trajtojnë si rreziku më i lartë dhe më i madh në shoqërinë ku ata gravitojnë. Andaj Allah Azza wa Jalla thotë humul aduwwu fahdharhum. I thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Munafikët janë armiqt, janë rreziku i yt. Fahdharhum, ruaju nga ata. Ruaju nga ata. Madje el-tahdhir është jo vetëm të ruash në moment, jo të marrësh masa preventive prej së largu, andaj edhe përshëndes për zgjedhjen e kësaj teme. Kjo është masë preventive për shoqëritë islame që prej së largu të marrin masa të ruhen nga simptomet e munafiklukut. Të mos flasim që të shërohen pasi që të vijë, ai që s'ka ardha e larg është. Ti dush me vëndu bariera, do të thotë prej së largu, masa preventive, të ruash veten dhe shoqërinë nga kjo sëmundje. Sepse ata janë manipulant, janë edhe gënjeshtar, që e kanë gënjy veten. Ty edhe mu s'na bëjnë mal. Ai kur e ka mashtru veten, kur e ka prish natyrshmërinë e tij, idenë se ke se me çfarë intensiviteti dhe me çfarë vullneti ai do të punon që edhe neve me na infektu ma sëmundjet e vetëm. Vetëm për me normalizu gjendjen e tij dhe me rehabilitu vetën në shoqërinë ku ai jeton. Që sa më shumë vete ai që merr me vete, sa më shumë njerëz që ka sikur vetja, ai ndjehet më komod. Dhe më pak i del e keqa dhe liga në shesh dhe në mejdan. Andaj, Allahu Azza wa Jall
i cili i ka kriju njerëzit në përgjithësi, pa më parasysh llojet dhe ideologjitë e tyre, na thotë se kjo kategori e njerëzve është shumë e rrezikshme. Është armiqësore që armiqson zemrën e sulman, është armiku më i madh i zemrave tona, i mendjeve tona, natyrshmërisë tonë. Andaj të ruhemi dhe të mbrojmë dhe të marrim fahdharhum, thot Zoti i Madh, na urdhëron. Merr mosa preventive. S'ka këtu çka mendohet shumë e shumë. S'ka këtu ti mu tregu open mind, light version, mu tregu ti tolerant. Jo, mosa preventive dush me marr. Mosa infektohesh, pastaj 20 ditë a e gjen ilaçin për të kurrë nga kjo sëmundje, apo Zot na ruaj, shkon në atë hall të Zotit jot, e vaj dhe mjerë për secilin që shkon ashtu. Pra dëmi dhe pasojat dhe fitnja dhe kurthet e tyre janë pastaj shumë të rrezikshme që mund të ketë pasoja shumë. Shive ummetin më shumë të kanë dëmtu historikisht munafikët. Këtë ummet, kur e kanë udhëheq munafikët e kanë shkatruar. Kur kanë ndërhy munafikët në projektet e tyre, në zhvillimet e tyre, në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam saft pari ka qëndru munafiku. Dhe vite. Saft par i ka deportu, aty ka qëndru, s'u dorëzu. Vetëm e vetëm për ta shpërndarë sëmundjet të vete dhe për t'i infektuar të tjerit me atë të keqe dhe të ligë që e kanë pas. Pastaj ajo i përçan muslimanët. Se ai shpif, rejn, gënjen. Ai është aty për të ndërtuar kurthe, hile dhe sheve, grindje, përçarje. Me nxit lufta, me nxit trazira, zaten lufta, trazirat, gjakderdhjet në historinë e njerëzimit i kanë bërë pikërisht këto munafik. Këta njerëz pa shpirt janë. Nuk kanë sens, nuk kanë ndjenja. Ata veten e kanë mbyt. Ai e kanë mbyt veten natyrshmërinë e tij. Mund ta paramendosh se çfarë është në gjendje të bën njerëzimit ai. Zot na ruaj. Ndërkohë edhe pse kjo është cilësi shumë e ulët, shumë e keqe, më e keqja nëse mund të themi, tek sahabët gjejmë shpesh merak se mos ndoshta janë përfshirë dhe ata në cilësi të mungesës sinqeritetit, se ndoshta është e rëndë ta themi në hipokrizi për sahabët. Si duhet të jetë ky merak tek ne që mos përfshihemi dhe ne në këto po themi sëmundje të këqija. Rregulli islam është që besimtari me jetu mes frikës dhe shpresës. Kur zguxojmë na, do të me prish këtë balans. Kur zguxojmë me ju dhon shpresës, haj se mirë jemi na. As nuk guxojmë që me i dhonën hovë më të madh frikës e meron depresion. Jo, besimtari jeton mes kësaj dhe asaj. Sahabët radhiyallahu anhum kanë pas frikë për vetveten se vallë mujsan edhe ata munafik. Njëri nga tabiinët transmeton dhe thot, kam taku 30 sahab. I kam taku thot 30 sahab, shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një nga një. Secili prej tyre kishte frikë vallë mos është infektuar me sëmundjen e munafiqllokut. Omeri radhiyallahu anhu shkon te Hudhaifa radhiyallahu anhu. Hudhaifa radhiyallahu anhu e dini, ka qenë personi të cilit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka treguar munafiq me emra me mbiemra. Hudhaifa i ka ditë. I ka thonë ky munafik janë këta. Ka shku një ditë Omeri radhiyallahu anhu te Hudhaifa. I ka thonë Hudhaifa, apo më tregon a jam unë në listën e munafikëve? Shifeni, Omeri radhiyallahu anhu i përgëzuar me xhenet, nga gjuhë e sinqertë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, megjithatë ai e ka një frikë dhe një droj, vallë mos është edhe ai në atë listë. I thotë Hudhaifa, ja, kaq. Omeri radhiyallahu anhu ka atë frikë. Në ndonjëherë habitemi me muslimanët, habitemi edhe me vetveten tonë që dhe themi që are me bë dua, nëse na pyesim njëri tjetrin, kur së fundi kemi bë dua, Zot na ruaj nga munafiqllëku. Mua moti s'm kishte shku mendja. Sinqerisht e tha. Allah na ruaj nga munafiqllëku. A do të bëjmë dua, do të bëjmë lutje në këto ditë hoç edhe për këtë sëmundje që mund të godas çdo kënd. Sahabët janë friksuar e çmetet për të tjerët pastaj. Shive kur Omeri radhiyallahu anhu, ky buri i madh, që për te ka dëshmuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që nuk është munafik.
e që është njëri nga banorët e xhenetit, me gjitha të punë të mëdhaja që i ka pas në jetën e tij. 30 sahabë tjerë për të cilët është dëshmuar se janë xhenetli. E kanë atë frikë, vallai për neve zbot, na du të me pas shumë ma shumë frikë dhe droj, ku atëherë munafiqluku ka qenë i lokalizum. S'ka qenë kështu në nivel global dhe i globalizum e që të shfaqet në gjitha segmentet dhe gjitha hapat e jetës tonë. Andaj të kemi frikën e Allahut dhe Ramazanin të shfrytëzojmë edhe për kësi lloje të lutjes që Allahu të na ruan nga munafiqluku. Është një lutje që e neglizhojnë muslimanët. Është një sëmundje që muslimanët e neglizhojnë. Sidomos ata që janë praktikantë. Mendojnë se praktikojnë fenë, se ajo është një sëmundje që si ta ngon më imanit. Vallahi ajo është një sëmundje që edhe imanit mund të infekton. Sidomos tani në rrjetet sociale. Që falve e shpërndaj video online duke u falë, që agjëra e shpërndaj video online duke agjëru, e bëje këtë me video online. Tu thjesht o vëllezër, të me lonë me diçka për Allah, du të me lonë diçka për natë dunjo, du të me pyetje edhe vetën nëse na sot vdesim, tani ta bëjmë një pyetje shumë të shpejt, dalim para Zotit, a e kemi një vepër që veç Allahu e din. Askush nga njerëzit nuk na e din atë vepër. E cila është tërësisht e sinqertë dhe e dedikuar sekrete për Zotin. 100%. A kemi një vepër sekrete 100%. Se cili prej nesh, shpejt sekonda i përgjigjet vetes, a e ka më në një vepër sekrete që veç Allahu e madh ma din, askush tjetër. As bashortja ime se din, askush se din. Veç Allahu e madh ma din atë vepër. Nëse s'dim me dhon përgjigje, ta bëjmë një qasi vepre. Allahu na ruajt nga munafiqluku, na i pastrof zemrat, mendjet e niyetet, e Zotin e Madh e lut që dhuhet ju shpërblen. Për këto punë të mëdha e të mira që i bënë në veçanti për këto emision. Zoti shpëlbel, Zoti ju nderoftosh. Allah shpëlbel të mirë. Për miq, ishim me hoxhën e nderuar Muharrem Ismaili ku folëm pikërisht për hipokrizinë si maksimumi i prishjes së besimit, maksimumi i devijimit të zemrës, maksimumi i sëmurjes së zemrës. Po ndërkohë ajo në nuanca të caktuara mund të përfshijë edhe besimtarët, përmes dëshirës për të shfaqur, përmes dëshirës për të reklamuar, përmes dëshirës për të nxjerrë më të mirën dhe jo atë që është realisht në jetë dhe në brendësitë tona, mund të kemi rënë në cilësi të hipokrizisë, e cila është gjithashtu një rrezik i madh për besimin. Sot më shumë se kur në këtë muaj, në këto ditë, do ta lutim Zotin, ashtu siç e përmendi dhe hoxha, që të na pastrojë nga çdo lloj rreziku të hipokrizisë. Rezultati që këto këshilla të kenë qenë dobishme për gjithë ne, mirë do ta takojmë nesër me një tjetër ftuar, me një tjetër temë.